Pastaj ajo pyetja e brendshme, pse nuk jam i qetë, është një prej thirrjeve apo një prej formave të fshehura të shpirtit tonë, i cili na flet, vazhdimisht na flet. Pra ndonë se veprojmë, angazhohemi, punojmë, krijojmë familje, edhe falemi, edhe bëjmë ibadete ndryshme, por prap e kemi në brendin tonë një mungesë të qetësisë së plotë. Prandaj ja parashtrojmë vetes një pyetje, pse nuk jam i qetë? Pse unë falem, por nuk jam i qetë? Pse agjeroj, por nuk jam i qetë? Pse jap sadaka, por nuk jam i qetë? Po flas për kategorinë besimtare praktikuese. Mos flasim për ata që nuk janë praktikues fare të besimit. Pra nëse një besimtar i mangët në kryen e obligimeve të tij karshi Allahut, e ndjen dhe përjeton këtë pyetje krejtësisht natyrshme, pse nuk jam i qetë, si është fjala me ata të cilat nuk kanë as edhe praktikim minimal të fesë së Allahut subhanahu wa taala. E mos flasim për ata që nuk besojnë fare në Zot. Kjo pyetje e natyrshme që buron në zemrat tona dhe në shpirtrat tonë është thirrja e fshehur e shpirtit. Është kjo thirrje vetëdijsuese që ne e përjetojmë. Është thirrja që dëshiron të na rikthejë neve çdo herë në origjinën e pastër të besimit. Dhe gjithashtu pe formave tjera është edhe ai malli që e ndjejmë na, malli për diçka të pastër dhe për diçka të vërtetë. Dëshira dhe kërshëria për ta njohur të vërtetën. Edhe në rastet ku besimtari largohet nga argumentet kuranore dhe ato pejgamberike, prapë në vetvete ai është në kërkim të vërtetës. Thjesht mund ta ketë trasuar një rrugë të gabuar apo një mënyrë të padëshiruar, por çdo herë brendia e tij e kërkon të vërtetën. Por për shkak të ndikimit nga rrethanat, për shkak të joshjes pas gjunave, pas mëkateve që janë shumë të bukura, ai në një farforme i largohet të vërtetës duke menduar se nuk është koha për ta praktikuar atë apo për ta aplikuar në jetë. Por realisht atëherë kur alarmi shpirtëror aktivizohet, kjo thirrje e fshehur e shpirtit kërkon për nesh përgjigje, ajo është koha më e dur që ne të ndryshojmë, është koha më e mirë që ne të reflektojmë.